Një disin, pra një agent jashtëzakonisht intensive e fokusuar në 3 vende të rajonit. Shqipëria ishte një ndër to, Malizi që tashmë është përpara në këtë proces dhe Moldavia. Atje u diskutua gjatë për momentin në cilën ndodhet Shqipëria, u diskutuan dhe u ngritën shqetësime edhe për vonesat e 5 muajve të fundit, po njëkohësisht edhe për faktin që ky proces kërkon vullnet politik. Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministres, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të I-Barit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa I përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. 2 ditë më parë në Bundestag ka shkuar edhe një pyetje për sa I përket situatës në Vjos Nard. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike. Diskutimet kryesore u fokusuan në 2 elemente. Elementi I parë është që ky proces kërkon gjithëpërfshirje dhe së pari e kërkon gjithëpërfshirjen këtu në parlament, kërkon zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, kërkon ligje të cilat janë të nevojshme, të cilat të diskutohen jo vetëm me procese të mbyllura siç ka ndodhur deri më sot dhe me mungesë transparence, po diskutohen me shoqërinë dhe së dyti këtë proces e bën të rëndësishëm vullneti politik. Propozimi që kancelari Merz ka bërë sot, I nisur nga kancelarja Merkel 10 vite më parë me procesin e Berlinit, është vazhdimësia e ideve që ato kanë për integrimin gradual. Integrimi gradual që do të thotë jo vetëm një hedhje në këtë proces të integrimit, po kalimi hap pas hapi, fazë pas faze, shkallë pas shkallë, sepse po shikohet që me të vërtet, megjithëse mundësia është atje, megjithëse geostrategjia është atje, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk e kanë parë këtë mundësi. Dhe elementi I tretë I rëndësishëm është që ky është një proces merite. Dhe nuk ka absolutisht asnjë diskutim që është një proces merite. Kush realizon reformat, ecën përpara, si në rastin e Malizi. Kush nuk I realizon ato, si në rastin e Shqipërisë, mbetet në diskutime të gjata 5 mujore. Kështu që edhe në emër të Partisë Demokratike, vullneti I shprehur për ta mbështetur këtë proces kalon për të fjalëve dhe kalon me akte, të cilat duhet vinë çdo ditë nga qeveria. Zoja Kabaku, duhet marrë dhe nuk është marrë. Besoj që këtë kanë qartë edhe qytetarët shqiptar. Në vend që të merret me opozitën, zoti Rama duhet të merret me reformat. Malizi ka mbyllur 15 grup kapituj. Mbyllja 15 kapituj, mbyllja e 15 kapitujve dhe 2 grup kapitujve. Po njëkohësisht dhe gjithë diskutimet që po ndodhin atje tregojnë që ky proces është proces merite. Kush e ka ecën përpara, kush nuk e ka mbet 5 muaj duke diskutuar një imunitet. Kam dhe një pyetje, amnistia penale dhe ndryshimet në kodin e procedurës penale, nuk kanë marrë një shirje nga Komisioni Evropiane dhe Vendantare? Në dijenin time, 3 propozuesit, duke përfshirë zotin Rama, I kanë vendosur, I kanë pezulluar propozimet e tyre për ndryshimet e reja në kodin e procedurës penale. Faleminderit. Faleminderit, Gota.